Pak ditë më parë, Sali Berisha u shfaqi tensionuar në dalje nga SPAK, ku pranoi publikisht se ndaj tij dhe familjarëve të tij ka nisur një hetim pasuror. Ndërsa SPAK ende nuk ka një njoftim zyrtar, vetëm ditët e fundit në prokurorinë e posaçme janë pyetur dy figura kyçe të kuvendit të rithemelimit të PD-s, Belind Këlliçi dhe Indrit Hoxha. Sipas burimeve, pyetjet lidhen me financimet e kuvendit të rithemelimit të 11 dhjetorit 2021, një pistë që mund të orientojë hetimin drejt pasurisë së kreut aktual të PD-s. Në dhjetor 2021, Berisha deklaronte se shpenzimet ishin minimale dhe transparente, duke mohuar çdo kosto të lartë. Janë bërë transparente dhe do bëhen në çdo qindar shpenzimet e kuvendit, të cilat ju garantoj se janë minimumi 50 herë më të ulta se sa shpenzimet që paraqet pegmarrësi Edi Rama me pengun e tij Lulzim Bashan në mediat e tyre. Por çdo gjë do bëhet transparente me fatura dhe gjithçka tjetër. Por, sipas një tabele financiare që disponon Gazeta Tema, kostot e dokumentuara të kuvendit të rithemelimit arrin në rreth 1.1 milion euro, duke përfshirë qira stadiumi, skenografi, siguri, transmetim televiziv, materiale propagandistike, transport dhe reklama. Burime pranë çështjes theksojnë se këto janë vetëm shpenzimet e njohura, ndërsa nuk përjashtohet mundësia e kostove të tjera të padeklaruara. Sot, Berisha e quan hetimin një hakmarrje politike, duke akuzuar prokuror Lulzim Bashën dhe SBA-t për komplot ndaj tij. Ky hetim politik që bëhet nuk ka asnjë lidhje me asnjë hetim pasuror të Sali Berishës dhe fëmijëve të tij. Është një hetim i mirëfillt politik për kuvendin e rithemelimit, për të cilin unë nuk kam asnjë vërejtje. Asnjë vërejtje. Unë kam thënë të them, prokuroria duhet të jetë e lirë dhe ne qëndrojmë të hapur për çdo lloj hetimi. Por lidhja është mashtrimi që ish xhelati i sigurimit të shtetit në bashkëpunim me Dumanin i bën çështjes. Asnjë lidhje. Personat që kanë financuar e kanë deklaruar atë sapo janë pyetur. Ta ka kushtuar fatura nëse keni një shifër? Asnjë shifër nuk kam parasysh. Di që në atë kohë, Lulzim Basha i dha Gabriel Escobarit dhe Yuri Kim një listë të bizneseve që po sponsorizojnë Sali Berishën. Nëse ky hetim pasuror do të shënojë fundin politik të Berishës, mbetet për të parë, por ajo që duket e qartë është se SPAK po shtrin verifikimet, ndërsa PD vijon të mbetet e lidhur fort me fatin e liderit të saj historik.